Sot nuk do të flasim vetëm për artin, po do të flasim për rënjët, për dashurinë, për sakrificat, për familjen, për herë të parë bashkë me Genci Mirzon dhe Genta Sfahia Mirzo. Kënaqësi ju kemi sot në studion e emisionit Prizma dhe me gjithë shikuesit e televizionit Alsat. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Shumë faleminderit nga ana juaj dhe faleminderit për prezantimin e bukur, Flora. Është kënaqësi në fakt, sepse unë e di se sa të veçantë jeni ju të dy individualisht, por edhe si familje definitivisht keni gjëra të bukura për të ndarë me publikun. Genci, mirë se erdhe. Përshëndetje edhe nga unë. Kënaqësi shumë e madhe. Unë potencova disa herë që është hera e parë që ju kemi bashkë dhe kjo është dhe ideja, sepse ne kemi parë që shikuesit po i përqafojnë shumë këto bisedat mes shifteve të cilat nuk kërkojnë protagonizëm dhe nuk janë shumë shpesh pjesë e ekraneve, sidomos së bashku. Kështu që unë jam shumë e lumtur që sot historinë tuaj të përbashkët do ta ndajmë. Ne kemi marrë me shumë sportivitet realisht, e pranuam si një pasdite realisht. Dhe ta marrë kështu duhet jetë. Tek shtëpia jote e bukur, dhoma jote e bukur. Unë e thash që do të flasim në etapa të ndryshme dhe në studion e emisionit Prizma e nisim nga fëmiria, sepse këtu është edhe baza, edhe formimi i çdo personaliteti. Genta, po e nis me ty, me qenë se fëmiria yte lidhet ngushtë me qytetin e bukur, me shumë kulturë dhe art, Shkodrën. Më thuaj cilat janë ato kujtimet më të bukura të fëmirisë tënde, cilat janë ato momentet për të cilat je nostalgjike sa herë që i kujton. Pyetje shumë e bukur, të na kthesh në fëmijëri është gjëja që secili prej nesh e ndron edhe e don atë periudhë kohe. Kam patur një fëmijëri jashtëzakonisht të lumtur, bashkangjitur me motrën dhe vëllain dhe kam kujtime mjaft të bukura. Fillesat e mia kanë qenë gjithmonë me artin, pavarësisht se mamaja ime ndoshta nuk ishte shumë dakord për arsye se ishte pozicionuar vetë në degët e inxhinierisë, si i matë dhe mamaja, por babi ishte ai që më ka inkurajuar dhe më ka futur drejt rrugës së artit. Në këtë pjesë ne kemi edhe ca fotografi, të cilat ndoshta edhe do zgjojnë pak emocione, po edhe nostalgji, me qenë se përmende babin, unë e di që ti ke një lidhje shumë të ngushtë me babin, por edhe me motrën, kështu që do shohim ca fotografi dhe ndoshta do të kthejnë në periudha të ndryshme. Ok, regjia, në qëmë si kemi gati, kemi këtu babin e Gentës, kemi pas edhe ca foto familjare, por edhe disa fotografi nga rinia yte, Genta. Faleminderit shumë. Përzgjedhje shumë e bukur e fotografive, jam bashkë me motrën dhe hallën time të shtrenjtë, të cilën përshëndes. Këtu jam në pjesë të studimeve në Tiranë, në Akademinë e Arteve me shoqet e mia të studimeve, të cilat janë mjaft të ngushta për mua. Këto janë fotot e rinisë time në tentativa për të bërë gjëra të bukura në atë kohë. Babi është figura që më ka shoqëruar gjatë gjithë periudhës së fëmijërisë dhe më pas deri në studimet e mia dhe deri kur unë u bëra nën dhe më pas ai pavarësisht se nuk është mes nesh dhe nuk jeton më, por është ngrohtë në zemrën time. Besoj që ai ka një ndikim shumë të madh, influencë të madhe në formimin tënd artistik, e përmendet që ka qenë mbështetësi ndër mbështetësit e parë. Cilat janë kujtimet më të bukura që mbanti me vete me baban tënd? Kam shumë kujtime të bukura. Ose cila është pavarësisht kohës tranzicionit që ne jetonim në atë periudhë, flas për vitet 90. Unë isha një 6 vjeçare që baba im më shoqëronte gjithkund, por njëkohësisht më dha dhe lirinë për të vepruar dhe për të bashkangjitur moshatarëve të mi dhe jo duke mbajtur në atë kafazin, por duhet ta vlerësoj dhe mamin, po ashtu edhe motrën dhe vëllain, pavarësisht se është më i vogël, po motra ka qenë ajo kujdestarja ndoshta imja, sepse duke qenë pak më e madhe se unë, ishte në rolin e motrës më të madhe dhe bënte detyrën me shumë precize, ishte shumë precize. Babai ishte ai që më ka shoqëruar në për ekspozitat e mia dhe sigurisht që ka investuar për mua, sepse të jesh në rrugën e artit patjetër që duhet të kesh një investim të mirë dhe vlerësoj sepse ka qenë ai që më ka nxitur, ai që ka udhëtuar me mua drejt Tiranës për të marrë një urim më të mira akademike përpara se sa të fillosha Akademinë e Arteve, më ka shoqëruar gjithmonë drejt sukseseve të mia.
E përmende që babai nuk është më në mesin tonë, nuk jeton më. Në qoftë se do kishe mundësi t'i thoja ati diçka sot, ndoshta nga krejt rrugtimi yt, tani që je bërë edhe nën, çfarë do t'i thoje? Mendoj që nuk është se do t'i thoshe një kërkesë ose diçka, por besoj që ai do t'jetë krenar me rrugtimin tim të jetës time. Dhe dua vetëm të jetë krenar. Shumë e bukur kjo. Po e shoh Gencin nostalgjik në këtë që po e thot Genta, sa keni pasur raste ndoshta në fillimet e njohjes tuaj të ndani momente të tilla, qoftë të fëmirisë, qoftë gjëra që na kanë formsuar rrugës. Flora, të jemi sinqert, paska si koncept emisioni ju e paska goxha ka shumë emocion dhe unë mendoj që emocioni se është prisja gjë më e unë jam bukur. mësuar me kamerat, po paska vërtet emocion sepse të ngacmo ka realisht dhe kur flitet për veten, për konkretisht që na ke marrë të dyve realisht si një çift, është gjë shumë e bukur sepse të kthesh në edhe të hidhëruar, po të ishim si një çifte që zihen. Jam shumë i bindur, domethënë është metoda më e mirë ta rikthesh pak mbrapa në fillet dhe ti automatikisht atë çifte ke zbutur. Jam Është një dakord. metodologji shumë e mirë. Kështu që më pëlqen, dakord, po fokusohemi pikërisht në Dua këtë të flasim pak emocione. edhe për fëmirinë tënde, për kujtimet e tua më të bukura. Unë nuk arrita që të gjej fotografi shumë të vjetra tuat, por familjen tënde do ta kemi këtu, që të na flasësh edhe ti pak për periudhat ndoshta më të veçanta të rritjes tënde, qoftë të shkollës fillore, nuk e di, të fëmirisë. Çfarë të Shumë e kujtohet vërtet. tani instinktivisht sapo po ta bëj këtë Atëherë unë pyetje? kam një motër që është 8 vjet më e madhe, Luljeta, dhe Shpendi që është 7 vite më i madh se unë, kam më i vogli, siç i thonë në mënyrë popullore, Sugari. Këtu është babi im i ndjer. Një foto me shumë emocion se në 5 mars tani i bën ka datën që ka ndruar jetë, ka për vjetorin. Edhe kesh mami im. Janë emocione shumë të kuptueshme, Genc. Më beso, është shumë normale të çlirohesh ndoshta nga emocioni i Kemi momentit. realisht albumet e fotografit i kemi i ruajmë në për këto rrjetet sociale dhe ndonjëherë sikur s'kemi edhe guximin t'i kthehemi dhe të futemi që është një ushqim vërtet shumë i mirë. Të kthehesh edhe të flasësh me ndërgjegjen Të kthehesh te vetja, te identiteti është gjë më e bukur, po. Cilat janë kujtimet më të bukura që ke Fotot më me emocionuar pak, po me prindrit? gjithë atë do ta mbledhim veten. Tani unë jam Çfarë të emocionon më shumë ti, Genc? Jam fëmijë që kam qenë shumë i përgdhelur realisht nga prindët, por unë s'kam përfituar ndonjëherë nga përgdhelia e prindërve. Realisht ato më kanë mbajtur me një përgdheli realisht me atë klishen Sugari jon i familjes, kam pas 7 viteve. Tash ja kam qenë aksidentalisht i lindur, nuk e di atë. Pse po thua nuk kam përfituar nga kjo jam shumë i bindur përgdhelje? që kam qenë një djalë shumë i bukur, simpatik siç ka më ka fal Zoti Gertin, domethënë djalin tim. Kam qenë po njësoj bjond, nuk e di pse u bën atë si gati në brun jam të shku. Edhe dëshira pasaj për të kapur aktrimin ka lindur diku nga pjesa e shkollës të mesme, kam qenë djalë me shumë, kam pasur shumë humor në shoqëri. Dhe fakti që më funksionon të humori e batutat, ti fillon dhe ndjesh, me njerë pozicionohesh kuptimin, ke formuar një audiencë që ti po të pëlqeni në këtë lloj fushë. Dhe janë ato ndonjëherë ka qenë një ndjer dhe një profesor Buranski Kuli e bënte shfaqje amatore me gjimnazistë aty kur provuam dhe atë kënaqësinë e skenës, domethënë provat e aty faktikisht u binda dhe çfarëdo që të ndodhte në kuptim pavarësisht se mentaliteti ka qenë atë kohë çfarë do bësh me këtë profesion e ku do shkosh. Dhe në atë mendjelësinë time adoleshente fillova dhe ta kërkoj këtë, domethënë kam pas fiksim që në Tiranë me shku sepse jemi rritur. Ne që jemi nga Divra, po edhe pjesa e Strugës, mos gaboj edhe shumë qytete pak më afër kufirit, kemi qenë të favorizuar realisht që kapnim të vëshën televizionin shqiptar aksidentalisht. Dhe keni pas një influencë shumë të madhe nga Shqipëria. Dhe ne jemi rritur me filma shqiptar, kinematografin shqiptare.
Dhe prandaj dhe ka ndikuar më shumë për të përvesuar dhe kulturën e gjuhës shqipe, letrare të folurit, sepse gjithë mbartin dialektet tona që janë po njësoj shumë të shenjta. Ne folim di branche, qish bujshmi si shkuave mëjerje, kështu folim ne di branche. Por që letraren, realisht unë edhe me shoqen time dhe fëmijëve u flas letrare. Di branchen, po e them, e flas me çdo di bran. Edhe me 20 intelektuale me qenë, mjafton një dibran, ta kem ati dibrani, do t'i kthehem në dibran që është brenda një lokalizmit, realisht ne kemi shumë të shenjtë si mënyrë të folurit. Tani, te shkollën fillore dhe të mesme, si thash, në Dibrën tonë të bukur e kam kryer, ande është vërtet një qytet i vogël, por që ka shumë dashni dhe mendoj se është gjithçka e kontrolluar në krahasim me kryeqytetet, se unë shoh ne po rrisim fëmijëve se kemi domethënë shkollë 9 vjeçare, po themi. Vajza është kalon për 15, djali po shkon drejt për 11. Wow, sa shumë janë mbytur. Unë i mbaja mend shumë të vegjël të dy. Ka fluturuar pa kohë. Dhe në krahasim kryeqyteti me një qytet të vogël, sikur fëmijën e ke më të kontrolluar realisht. Këtu është më normalisht përzierja e mentaliteteve dhe qyteti është më i madh, më kupton, frikrat mund të jenë më të mëdha realisht, pavarësisht se afër kemi edhe shkollën dhe jemi shumë të kënaqur. Dhe mësimdhënësit po bëjnë një punë shumë të mirë, vazhdimisht po na informojnë në lidhje me përsigurinë, por edhe në rritjen e arsimimit të fëmijëve. Jemi shumë të kënaqur nga shkolla Ismail Qemali. Mbjen shumë mirë. Por që në di përse që mendoj e ka një qetësi realisht për tu arsimuar, një dëshirë, një shkoheshte në shkollë, realisht ndaheshin, më kupton, në kuptimin fokusi ka qenë më i madh për tu arsimuar. Më kupton, edhe pjesa e pasaj e lojrave, pjesa sikur i kishim të ndarë, tani sikur duken njëjtë, më kupton, nxënësit po shkojnë në shkollë po me telefone, sikur po e bëjnë të njëjtën rutinë që po bëjnë edhe në shtëpi. Ndikimi i kësaj jete moderne. Kanë seriozitet, mund të jemi gabuar realisht në lidhje me fëmijët, mund të jemi paragjykues, por që nuk di, kanë qenë shumë të ndara në kuptimin pjesa e shkollës, detyrat e shtëpisë, domethënë kontrolloheshin, kishim orar, që unë dua ta vë dhe më duket vetë si diktator nëse imponohem shumë të fëmijëve, prap bëhem pak më liberal. Po besoj kanë qenë edhe kohë tjera, keni jetuar fëmijëri të vërtet. Tani më duket sikur fëmijët po e tejkalojnë këtë fazë, nuk po kanë as fëmijëri të vërtet siç keni pasur ju, ndoshta edhe gjeneratat tjera pak më të vjetra se ju. Është e çuditshme që ndonjëherë kemi edhe mini përplasje se shef nga fëmijët sikur të konsiderojnë se ti jemi përplasje gjeneratash është kjo. Po, të konsiderojnë si demode. Të kam një inat, fëmijët të thotë sikur ti je i demode. Nuk e di këto gjëra. Genta ka arritur Genci të ta nxit këtë dashurim për Dibrën, sepse unë po e shoh se me sa dashuri dhe emocion ai flet. Jo vetëm Gerti, unë mendoj që Dibranët janë shumë lokaliste. Greta dhe Gerti. Vërtet? Ato e duan shumë. Edhe duke qenë dhe Genci e tha, një qytet i vogël, ne kemi edhe ato e kanë lirinë më të madhe dhe ne besimin më të madh te fëmijët, edhe kështu që i kanë qejf sepse dalin, shëtisin vetëm të pavarur, edhe prandaj ma kanë shtuar edhe mua dëshirën për të shkuar. Shumë e bukur. Po tani dua t'ju kthej te momenti se si jeni njohur ju, në çfarë rrethana, kush ka marrë hapin i pari, po jo tash kjo është pjesa më e bukur. Ne këto gjëra na interesojnë. Shumë vite përpara. Ne jemi sportiv në këtë aspekt. Na kthen pas në kohë shumë. Do flasësh apo? Sa vite ka që jeni bashkë, Genta? Nuk i numërojmë dot. Ja, e keni humbur tashmë, nuk i numëroni dot. 18 vjeç. Genta, të jemi sinqert, është sa i përket datave, njohja e parë njërin tjetrën këto. I mban mend? Puthja e parë, i di me siguri. Unë harroj në ditëlindje. Po mirë, mos u kreno me këtë. Genta fol. Si që njohur në akademi. Ato do them. Është Tirana ajo që nuk ka bë bashkë? Tirana, unë isha studente e vitit parë në Akademinë e Arteve, fitova studimet. Nuk është lehtë për të fituar studimet në Akademinë e Arteve, ku është një konkurrencë shumë e madhe nga gjithë Shqipëria, por edhe nga trojat shqiptare.
si që është Kosova, Shqipëri, Maqedonia, pra të gjithë në një konkurs, dhe fillova studimet, një vajzë cila vinte nga Shkodra, dhe aty afër ishte dhe fakultetit, më thënë, drejtimi i aktrimit, i baletit, koreografisë e tjerë. Rastësisht jemi njohur me Gencin në korridoret e shkollës, studimeve, skenike, artin figurativ. Dhe aty jemi takuar për herë parë, pastaj ajo lidhja në bibliotek, kishte një bibliotek shumë të mirë në Akademia e Arteve, ku gjithë studentat shkonin për të studiuar, vërtet ishte shumë intime, por shumë e bukur edhe shumë profitabile. Aty jemi takuar, kemi shkëmbyer pastaj vetë Akademia e Arteve, t'jep disa mundësi, sepse vetë struktura është e tillë që ke një bar brenda akademisë, dhe patjetër që shoqërohesh jo vetëm me studentat, por edhe me profesorat, ku jemi të lirë, ishim të lirë të gjithë, besoj ashtu vazhdon akoma. Edhe aty ishin shkëmbimet e para të njohjes tonë, pastaj që u konkluzua pastaj me një me këto termet alla Big Brother, nga pëlqimi, filluam, kemi kimi. Çfarë të bëri për vete Genta, Genci? Çfarë ishte ajo që ty të tërhoqi drejt Gentës, ndoshta për ta njohur më shumë, sepse në mesin aq shumë studenteve nga gjitha truje shqiptare, Genta ka qenë ajo që të ka bërë për vete, ndoshta me çfarë? Të dy kemi qenë, e them edhe për vetëm në mëdë, se kemi qenë simpatik, kemi qenë... Për këtë pajtohem plotësisht. Pajtohem plotësisht. Genda, edhe tashi që po rritet në moshë është pyll. Shumë e vërtet. Unë u atash edhe kur arritet në studio. Genda ka qenë shumë e bukur, shumë tërheqëse. Unë rastisht e zgjodha atë fotografin nga rinia e Gentës. Sa më tërheqëse të ishte një femër për botën e një mashkulli, si puna ime në atë kohë, më kanë qenë shumë çapkën, se në atë kohë të duket vetja artist Hollywoodi, të duket Don Juan, thonjza, domethënë të duket vetja. Edhe sa më simpatike të dukesh te një femër, ti të jenë ato sfidat, do të përballesh me gjininë e kundërt, atë njohjet e parë. Kjo më ka shtyr për të realisht për të mbleksur dhe për ta njohur me Gentën, por më ka bërë direkt të dashurohem shpirtbarësia e saj dhe pozitiviteti që të jetë dhe ngrosia realisht. Dhe kam ditë që në atë kohë që do jetë nëna e fëmijëve të mi. Sa e bukur, shumë e bukur. Po Genta, ndjenjat e tua kundrejt Gencit kanë filluar që në... Kur jena atë moshë, dashurohesh me sinqeritet. Kur jena atë moshë, dashurohesh me sinqeritet, dhe sigurisht që edhe për mu ishte e para vlerësoja sinqeritetin e ti, dhe më pas shkëndijat filluan duke u rritur, edhe pse jo duke fituar edhe besimin. Kemi pas ato frikrat realisht, se jemi largë. Cila ka qenë frika e parë që keni pas? Largësia. Nuk e dija vendi ku ishte. Janë edhe frikrat e moshës realisht, në kuptimin për ta gllabëruar totalisht. I pa përgatitur për jetë. Kur vjen ajo pjekuria me kalimin e kohës, edhe... Nuk është se mendon gjatë në moshën 18 vjeçare. Unë kur mendoj tani, më duket e pabesueshme për shembull për një vajzë në atë moshë të fiton besimin, sinqeritetin e gjitha. Është vështirë, më thanë që se sa më shumë mosha kalon, aq më i pjekur bëhesh, kurse ajo është revolta e dashurisë, mendoj unë. Kur ta përmendi, kur tha që është nga Maqedonia, njihje njerëz nga këtu, e njihje mentalitetin, s'kishe fare informacione. Ka qenë kjo një dilemë për ty ndoshta që të vendosje? Jo, nuk ishte dilemë, vetëm largësia po, sepse duke qenë një vajzë e lidhur shumë me familjen, pavarësisht se isha në Tiranë, Tirana me Shkodrën ishin shumë afër, kisha ngrohtësinë shumë të hallës time e cila jeton në Tiranë, kështu që me familjar isha rrethuar kudo. Pavarësisht largësisë të asaj periudhe, unë përsëri kisha mbështetjen shumë të madhe të familjes, edhe një vajzë shumë e brisht, e ardhën për herë të parë larguar prej familjes për të studiuar. Edhe tani të mendosha, nuk e mendosha fare, biles. Po familja si e priti Genta në momentin e parë kur ti vendose, ndoshta tua prezantosh Gencin atyre dhe t'ju tregoje për njohjen? Isha në moshë të pjekur atëherë kur unë i tregova familjes, isha rreth 27 vjeçë. Pra pas ka kaluar kohë gjatë, shumë gjatë njohje. E pas keni marrë nga dalë njohjen. Për arsye sepse doja
të vazhdosha mëson Marova Akademinë e Arteve dhe ndejta në Pona Akademi si asistente dhe kështu që vazhdova të qëndrosha në Tiranë dhe këto kanë kënë ato përpjekjet që lidhja jonë mos të dështote, si të thuash, dhe të ishte përpjekja e dytë pastaj e përballjes që a do vinte Genci në Tiranë apo unë do Dhe si u mor vendimi o Genc, na sjellje nuse në Shkodranë në Maqedoni. Kishin shkëputje të vogla publicitare, thjesht fizikisht nuk kishim afër, por raportet e ruanim. Ndërkohë që unë kryeva edhe me këtë, ka qenë kjo faza pas diplomimit që unë punova në Portokalli, sepse unë jam një vit si gjenerat, si për Gentës, du them. Domethënë unë kur diplomova, Genta ka kryer edhe një vit të fundit proces studime. Por siç të tha edhe Genta, domethënë u kombinuan gjëra, kjo nisi të punon si asistente pedagoge te profesoresha e vet shumë e nderuar, njëkohësisht në atë kohë edhe dekane ka qenë Najada. Si ka pas? Hamza, po. Që shfrytëzojmë rastin ta përshëndesim, realisht një zonjë e mrekullueshme. Tani, unë punoja në Portokalli dhe pasi kryeva 2 ciklet e pash që, domethënë, Portokalli doja të punoja realisht në teatr. Kemi edhe ca fotografi këtu, se unë desha të ndalem te kjo fazë, se mendoj që është një fazë besoj shumë e bukur e jetës tënde, por edhe e karrierës tënde profesionale. Kemi fotografi nga kjo periudhë. Po, kjo është e dasmës në Shkodër, sepse ne kemi bërë 2 dasma. Vërtet, okej. 2 dasma, do thotë njëre e menin dhëndrin këto, më këto pastaj ne e menim nuse. Nuse këndeja. Sa e bukur kjo. Bashkimi i traditave. Ka qenë një dasmë shumë e bukur se në krahasim me mentalitetin tonë të ne, në traditat tona, në fakt, ne kemi këto kanaxhezhet, kuptimin që ne i themi kumutrin në Dibër, do them janë festat e beqarisë së fundit me që i bën krau i nuses, por që nuk kemi një investim kaq të madh në kuptimin ku merret dhëndri dhe realisht me shumë festë, krau i femrës, domethënë i nuses. Unë e di që Shkodra ka dasmat shumë të veçanta, shumë të bukura, domethënë nuk e di, ka qenë një festë e bukur. Një surprizë shumë e bukur realisht unë që për herë të parë dasmën time. Po ndjesha mysafir. Po di pra si e priti familja yte që po merrje një nuse shkodrane, o Genc. Jashtëzakonisht mirë. Jashtëzakonisht shumë mirë dhe nuk e di, jo vetëm familja ime rreth i afër, por edhe rreth i gjëri familjarëve realisht janë mbarojnë pas Gentës. Dhe besoj kanë mjaftuar shumë arsye. Por edhe miqtemi po edhe këto në Shkup realisht. Genta është... Jo, gjeta ngrohtësi. Kjo ka shumë rëndësi. Gjeta ngrohtësi. Është një magnet në kuptimin e pozitivitetit. Është gjithmonë kaq e qetë. Unë gjithmonë sa herë që e takoj, automatikisht ma jep një qetësi dhe ta transmeton këtë qetësi. Është gjithmonë kështu, Genc. Në kohën e kohët edhe këtu ka formuar shumë miq në kuptimin më të pastër të fjalës. E ndalëm tek pjesa e Portokallis. Genc, duat më tregosh cilat janë ato kujtimet më të bukura që mban me vete nga kjo periudhë dhe sa ka ndikuar pastaj në ndërtimin tënd profesional krejt kjo eksperiencë e bukur aty. Me këtë rol unë të mbaj mend, kam qenë shumë e vogël. I dytre, kjo ka qenë Sweet Home Portokalli, si shqipe dhe jo, bark mat. Dhe flokës i kam pasë realin, ndërkohë në atë kohë i kam pasë... Të gjata më duket? Po, kjo është paruke, kjo është pasë sakosh, i kam pasë të shkurtra dhe jam detyruar me... je detyruar që të vendosë shkurtra. Okej. Kjo është Sweet Home Portokalli, do më thëmë pas shumë viteve. Po që ishte një rikthim pastaj, po. Dhe regjisori dhe produksioni naftoi ne që kemi qenë në fillet e para me personazhe të veçanta në atë kohë, sepse unë kam qenë në te skena ku Top Channel ka qenë te Piramide në fillimisht,
Dhe sezonin tjetër pastaj Bus Lanës ka qenë ish ekspozita Shqipëria e re, siç i thonin. Po jo në pjesën që dolën në Kashar, në televizioni komplet dhe skenë. Ndërkohë që pas shumë viteve Sweet Home Portokalli ka qenë në Kashar, realisht me një upgrade më të madhe. Eksperienca shumë të Po me këtë rol bëre buj shumë të madhe, jo vetëm në Shqipëri, por në gjitha trojet shqiptare. Pavarësisht se vitet 2005-2006, jo këto kablorët ose këto platformat digitalve nuk është se kanë qenë në çdo qytet aq fuqishëm sa që janë sot. Sot i ka edhe në bota e internetit është zhvilluar shumë më shumë, domethënë janë këto shërbime televizive që kapin gjithë botën, realisht gjithë kanalit i ke IPTV që i thonë, dhe shumë kollaj mund të ndjekjesh më e madhe, mund të merr për masa më të mëdha. Po kam pas shumë fans, edhe për në atë moshë vërtet ka qenë një kënaqësi e veçantë të dalësh në Tiranë në për Ka qenë vështirë ta menaxhoje këtë famë shumë të shpejtë që erdhi. Bashkë, domethënë Ami, Xhemi, këto Ermali, realisht rinim bashkë gjithë kolektive dhe ku shkonin në këto pubet, realisht vëmendja ishte komplete ju. Fotot ka qenë ca Nokia, nuk e di sa pak megapixel, megjithatë bëhet kapje momentin, kujtime. Këto telefona celular me fotografi, jo si sot në kuptimin që... Po të paktën kujtimet ketë nga jo kohë. Genta, ti si e ke parë këtë periudhë të Gencit? Keni qenë bashkë, besoj si e ke përjetu ti këtë famë? Po, patjetër që ishte shumë e suksesshme si për ju dhe Gencit, por edhe unë isha në hapat e mi të parë, jam bashkangjitur sigurisht, por në anën profesionale pastaj prova këto janë gjithmonë të pavarura. Po, sigurisht që kam prit shumë mirë. Bukur shumë. Tani dua të kaloj tek pjesa më e rëndësishme e jetës tuaj, tek roli më i rëndësishëm që është ai i prindit. Sa e ka ndryshuar jetën tuaj ardhja e vajzës në jetë? Ka ndryshuar tërësisht hapat tonë të jetës, plotësisht. U vendosëm në Shkup, ishte vendimi i përbashkët që të vinim këtu, edhe lindja e Gresës ka sjell atë mbarsinë, duket se vajzat sjellin gjithmonë mbarsinë, dhe filluam jetën me ardhjen në jetë të Gresës tonë, e cila mbush 15 vjeçë dhe pak. Wow, domethënë koha fluturon definitivisht. Ne kemi ardhur të dyja për i herë në Shkup. Tamam, po. Jeni rrit bashkë në Shkup. 16 unë jemi rrit në Shkup të dyja. Ardhja e saj ka ndryshuar totalisht jetën tonë në përkushtimin edhe profesional, sepse do t'i përshtatesh gjithmonë më parë fëmisë, asaj çfarë ke sjellur në jetë, por edhe rrugtimit tonë si prindër. Tamam, po. Ka ndihmuar ndoshta ardhja e Gresës në jetë që të adaptohesh më shpejt dhe më lehtë në Shkup? Ndoshta po, nuk e kam menduar këtë, po se ndoshta nuk e ke pas fokusin të ndalesh te vështirësitë, po. Fiksa ashtu është, sepse fokusi im ishte mbaj mend që familjarët e mi, pavarësisht se nuk isha punësuar në Shkup, edhe më thonin ti po bën një punë më të madhe, edhe ma hekshin atë shumë e vërtet, punën më të shenjtë. Në keqe se po bën një punë më të madhe se sa vetë puna, që ishte përkushtimi ndaj vajzës time, të cilën e kam bërë me shumë dashuri. Edhe po i risni me shumë dashuri. Genci, lidhja jute me Gresën, sepse ne e dim që lidhja baba dhe vajzë është një lidhje, nuk e di, jashtë kësaj bote. Gresa ka qenë mja jonë e parë, por është shumë e vërtet, gjinin e kundër të lidhja është si që është djali me mami. Djali mami. Po, kështu ndodhë zakonisht, dhe është shumë e vërtet. Por nuk është se ka ndonjë diferencë në kuptimin në dashni, qoftë ato ndaj nesh ose ne ndaj tyre, kjo dihet si fakt. Por gjinia është më e brisht, më delikate dhe... Po dhe vajzat japin më shumë dashuri. Absolutisht, din të japin më shumë dashuri. Por që me rritjen e kohës pikërisht kjo mosha, kapërcimi i adoleshencës, ty të bën në kuptimin sepse je në mënyrë nga natyra je i predispozuar që ta mbrosh, sepse është më e brisht, a kupton? Dhe janë ato merakosje, ndonjëherë mund të jenë të tepërta, e ke parasysh. Ndonjëherë mund të jenë kod vezvese realisht i merakos të tepër dhe ku thu, po pse më
thu vetës në Zakonisht të bëhet e fëmiju I parë, pastaj trajnohesh te fëmiju I dytë, je pak më... fëmija dhe okej, ja jepë të lirin, kemi një raport shumë të mirë. Në çfarë ka ndryshuar jetën tënde si Genc, ndoshta ca veti që I ke larguar për hir të fëmijëve, ose që ndoshta natyrshëm janë larguar pasi kanë ardhur në jetë fëmijë dhe pasi e bë prind? Nuk e di, është një këmish ta kesh në të bukur, këton e gëzon të njerua, sa këmish të bukur thu vetë se kam, këton dhe e vesh me knajsi, e lane, pastrone, e kuros, e thu është e imja. Po jo një qenje njerëzore ta kesh të nuk di si ta shpjegoj. Është ndjenjë, realisht nuk ka fjalë, për ndjenja nuk shpjegohen. Është pasurie jotja, në kuptimin që të ka falë I madhe Zot. Dhe ty, një pjesë të jetës, gjithçka udhëtimin që bëjmë brenda rrugtimit ton, të gjysmën e pjesës do ta shohësh te fëmijët, domethënë aty e ke kënaqësi kur fëmia është I lumtur, edhe ti je I plotësuar, realisht. Prandaj këtu shfrytëzoj rastin e përkret prindët sa më shumë rëndësi të kushtojmë fëmijëve, mos t'i lëmë anash, mos të tregojmë egoist paktën, sepse ato kanë nevojë, sidomos kur janë në një fazë deri para adoleshencë, kanë nevojë për shumë për kujdesin ton, realisht edhe për mbështetjen ton. Mesazh I bukur ky. Pak më herët folet për frikën. Tani dua të ndalem tek kjo pjesë. Të rrisësh fëmijën në këtë kohë sfiduese, do thoja unë, për ju të dy si prindër, cila është frika më e madhe që keni? Dhe që ju shfaqet her pas here ndoshta. Frikra mund të kemi të gjithë, pa diskutim. Frikra janë më shumë merakosje, sa I përket pjesës, nuk e di në historinë e njerëzimit nëse ka dikush frikë në kuptimin financiar do ketë për t'i ushqyer. Kjo frikë nuk ekziston. Kjo është thjesht një klishe, një mit, nuk e di. Mund të ketë, vërtet ka që vende në kuptimin që ka godit lufta, skamja njërën tjetrën. Duket si një botë jo e sigurt më për të rritur I vjetër në mënyrë se si du ta si të parët tanë do ta them, sjellën Zoti për çdo kënd, do them. Këto doja të Dhe çfarë prindër ju, cili është më protektiv, cili është ai që e mban balansin nga ju, për shembull, të kërkojë leje nga mamja, jo foli ti, jo merru me mamin, e ke parasysh ata, shko pyet babin, e ke. Do të si keni të ndara rolet. Po duke qenë se jemi një familje vetëm, nuk është se kemi edhe njerëz të afërt fare në Shkupni, s'kemi askënd, vetëm njëri tjetrin, kështu që kemi lënë pak edhe të lirë, që ato të përshtaten me ne, po edhe ne të përshtatemi me to. Nuk është se kemi bërë një kështu prerje drastike. Ndonjëherë vendimet I merr babi. Nuk e di nëse ke vënë re, na kanë rastis gjithë shkronjat e para me G, e ke parasysh dhe bëjmë edhe në shoqëri themi me shaka kështu më për gallat. Jemi 4G. 4G tamam. Dikush na provokon thotë, po tani që ka dalë 5G-ja si do ja bëni? Po tash do e bëj unë këtë pyetje. E keni mbyll me kaq ose mund të bëni 5G? Nuk e di. Faleminderit Zotit për aq sa kemi. Nuk keni plane. Jo, nuk kemi plane. Faleminderit Zotit për kaq sa kemi. Si dihet thot Genci, Ecim pa plane. Shumë bukur, spontanisht. Zakonisht kur rrihet kështu jeta është edhe më e bukur. Po në aspektin karakterial, cili është më shumë Genta dhe cili është më shumë Genci? Besoj tashmë janë në atë moshën që edhe mund t'i dalloni pak a shumë. Mendoj që Gresa tani është edhe në formimin e karakterit saj. Besoj që është e brisht, por ka karakter të babit. Gerti është I ndjeshëm, po si unë, po me karakter të babit. Një mix interesant, është mix, është mix. Mix janë të dy, domethënë të dy kanë edhe nga jona edhe nga unë edhe Sa të shpeshta Genta janë vizitat në Shkodër, besoj e kanë atë mallin edhe fëmijët tashmë duke u rritur, rritet edhe malli. Nana me zirin na pret, po edhe ato janë shtëpi tyne. Nëse dikur e kishte shkonte si pikë referimi, kishte për mamin e vet, domethënë tani pa diskutim që e ka prap, tani shkon vetë për mbesën e vetë. Për mbesën e vetë, tash ti ka më shumë arsye. Jam mëlsim, që më bën më tërhek, që më shku hala më shumë. Edhe është e vogël, edhe kështu që largësia bën atë të vetën, por prap na kanë shpëtu këto telefonatat cilat janë me kamera dhe
më tërhek. Paka shumë e shuaj mallin në një farë mënyre. Nga informatat që kam, motra jute jeton jashtë vendit, nëse nuk gaboj, në Londër, në Angli. Jo në Londër, është në Crowley. Okej. Po në Angli jeton prej 21 viteve. Atje po besoj kjo lidhja e ngushtë që keni asë një distancë nuk e ka zbejt të dashuri. Kanë thy barierat këto largësit duke e pas largë nështë ati më djenë ma shumë. Janë pushimet verore gjithmonë që i bashkojnë. Ne jemi shumë të lidhuna gjatë dimrit, po akoma ma shumë gjatë verës, sepse duke marrë pushimet unë largohem prej Shkupit, faktikisht largohemi si familje, edhe pozicionohemi herë në Dibër dhe herë në Shkodër. Motra është ajo që na lidhë dhe na bashkojnë të treve, kemi një lidhje jashtëzakonisht të mirëqen me vllaun, motrën edhe mamin. Shumë bukur. Kështu që pushimet i kalojmë atje. Po, besoj me zi prisni këto pushimet verore, edhe ju dhe fëmijët, patjetër. Kthehemi sërish tek ju të dy. Tani kalojmë tek pjesa tjetër e jetës tuaj. Jeta është me cikle, themun gjithmonë. Ka pasur ndonjë moment në martesën tuaj, në marrëdhënien tuaj, që njëri nga ju është dashur të bëjë një hap mbrapa, që tjetri të ecë një hap para? E keni pasur ndonjë fazë të tillë në jetën tuaj, duke marrë parasysh që të dy jeni aktiv profesionalisht? Jo, në më thënë, kemi qenë mbështetës, ne jemi jo vetëm burë grua, jemi dhe motra vëlla në një kuptim të caktuar me marrë në kuptimin e mbështetjes. Sa e bukur. Se është kjo që tha dasht e pa dasht, mbase ka ndikuar dhe kjo që të dy jemi të huaj, këtu unë jam nga Dibra, e ta shumë bukur Genta, e kemi vetëm njëri tjetër. Sakrifica që mund të t'jepë një kryeqytet, një vend tjetër ku nuk i kemi familjen më të afërt këtë bardhë, domethënë nuk jetojmë në një bashkë me familjen tonë të madhe që janë edhe prindët edhe vëllezërit e afërt. Dasht e pa dasht është një luftë dhe sakrifice e përditshme që mund të rastisën. Dhe kjo të bën ti të afrohesh dhe të përkrahesh, të mbështesësh njëri tjetrin, domethënë. Vetëm kjo është edhe sakt, kjo dhe vetëm kjo është domethënë që na ka bërë kaq të afërt me njëri tjetrin. Se ne krijojmë këtë përshtypje që kur dy artistë ecin paralel, ndoshta nuk është shumë e thjeshtë sepse njëri duhet ndonjëherë të sakrifikojë pak më shumë se tjetri që gjërat të rrjedhin bukur në jetë. Për të mbartur balancin në një farë mënyre. Nuk keni pasur. Përveç se kur kam marrë nga Tirana, ku lash çdo gjë edhe nisa prej fillimit një rrugtim të ri këtu. Kur them lash çdo gjë, lash atë më të shtrenjtën që ishte puna ime në Akademinë e Arteve dhe u ballafaqova me një jetë krejtësisht të re, të panjohur, por me mbështetjen e Gencit sigurisht që arritëm të marrë edhe këtu rrugtimin tim profesional. Edhe atë shumë të suksesshëm, do thoya. Një rrugtim shumë. O karrierën diqë ose hajde këto. Aty zgjodh. Cilat kanë qenë vështirësitë e para që ke hasur pasi je zhvendosur nga Tirana në Shkup, e rritur në Shqipëri dhe të vije në Maqedoni? Cilat kanë qenë ato vështirësitë e para me cilat je përballë? Nuk kam marrë mendja që quaj vështirësi sepse jam ose sfida, nuk e di. Karakteri jem është që përshtatet kudo, ndoshta si një pikë uji që hidhet edhe përshtatet me ambientin. Edhe unë u përshtata lehtësisht me ambientin këtu, por një sfidë që e kam patur ishte puna, e cila... Këtë e lidha me atë që të kanë ngushëlluar në një farë mënyrë edhe familja, sepse duket që ke pas peng këtë. Vajza e cila më erdhi në jetë dhe fokusi im ishte aty, ndoshta për të më shpërqendruar që nuk gjërat në jetë besoj nuk ndodhin rastisht asnjëherë. Po ti Gence ke pasur me merak ndoshta këtë përgjegjësinë që e ke marrë tashmë në Maqedoni, sa ka qenë për ty kjo pjesë me merak, adaptimi i Gentës, edhe pse Genta tha që unë jam tip që adaptohem gjithandej. Nuk është... Po për bashkëshortin besoj është një farë përgjegjësie. Kemi pasur edhe gjendjen ekonomike, do të them, modeste, nuk është se kemi pas të dobët apo ku ta di unë. Unë sapo kam pas ardhur atëherë nga Shqipëria, kam qenë i punësuar në televizionin Alsat, domethënë kam qenë pjesë e menaxhimit artistik, po themi, më kupton vetë kam qenë edhe moderator një kohë të gjatë këtu, domethënë dikur i mbrëmshëm, pastaj fillova edhe si jashtë me ca produksione maqedone, kanë qenë disa emisione promocionale, duke përfituar nga ca sponsor dhe kështu menaxhonin për
të bë atë çfarë ne dim të bëjmë. Siç vazhdoj, jam bashkëpunëtor i jashtëm, domethënë ne merremi me këto sinkronizimet për filmat, serialet turke që jemi të bëjë një punë shumë të mirë. Më të shikuara të televizionit tonë. Pikërisht sepse ja, konkretisht, mamin ka problem, është me diabet, ka problem me sy, domethënë shef 1% shumë të vogël. Dhe ti adresosh mamit tim një film turk, domethënë kuptimin që s'mund të jetë në gjendje të përkthimin ta lexon në gjuhën shqipe dhe ti. Kjo është një lehtësim shumë i madh, po. Një lehtësim shumë i mirë. Dhe jam i bindur që pjesa dërmuese e audiencës janë mosha e tretë, si më thënë, kupton, sepse janë shtëpiake, kanë dhe kohën e lirë për të parë realisht të tilla filmash që janë shumë historie interesante dhe kështu ngacmojnë emocionet e veta, kanë edhe vlerat e veta. Okej, mos dalën nga tema, do të them kam qenë një kontribues dhe vazhdoj jam bashkëpunëtor i televizionit Alsat me shumë respekt. Do them, burime financiare kemi pas përveç se teatri që punësova, kam qenë pra nuk e keni pas këtë si sfidë, si dy nuk ishte problemi, domethënë në kuptimin që me fitu një rrogë tjetër në atë kohë, sepse edhe standardet kanë qenë shumë më lirë, ka qenë sot është krizë. Janë tema për që po këto janë për emisionet të tjera. Patjetër, në emisionet e kemi çdo ditë që hapësirën e kemi. Po që në atë kohë nuk ka qenë probleme sa ishte karriera, pse kjo pati një shkëputje. Më kupton. Dhe artiste pa punë. A kupton? Kjo ishte një goditje shumë e rëndë. Domethënë la Akademinë e Arteve që ishte asistente pedagoge dhe këtu në mënyrë vullnetare mes miqve ka punuar, nëse mbani mend, domethënë edhe Genta ka qenë prezantuese në mënyrë indirekte sepse javë për javë promovonte. Ne kemi qenë bashkëpunëtore me Gentën në fillimet e saj të para, në librarinë e Çarshis. Kemi bërë një rubrikë për javë, punonte te libraria e Çarshis dhe promovonte një libër. Dhe detyrohej për brenda javës ishte bukur dhe i suksesshëm i jote. Shumë e vërtetë. Për brenda javës kjo lexonte goxha libra edhe libra të tjerë në atë kohë, po një duheshte me patjetër me marr me Genta ka qenë arsye që në atë periudhë kam lexuar ndoshta më shumë ti libra në jetën time, sepse merrja çdo javë nga një libër nga ty dhe shjoja leximin shumë. Dhe unë gëzoja që paktën ka një detyrim psiqik, ka një punë, më kupton, dhe është po brenda sferës, është brenda kulturës, brenda artit, brenda një punë, kuptimin, nuk doja të quheshte librashitse, pasa është pjesë, është brenda rrjedha, veç mos me u shkëput në kuptimin, mos me nga investimi i saj, nga krejt. Derisa me kalimin e kohës pasaj, si mësim dhënëse nisi karriera e saj, domethënë ke 26 koriku, ka qenë një periudhë, domethënë që u punësu në një shkollë të mesme për si një mësim dhënëse edukatës figurative, dhe derisa u hapë dega e vet që prej sa vitesh, gati 10 vite më u bë. 9 vite janë. Dhe dua ta pyes Gentën tani që po flasim nga krejt kjo që u tha, ndjehesh e përmbushur profesionalisht Genta? Jashtëzakonisht. Jam shumë e përmbushur. Sot po. Jam shumë e përmbushur si nga ana e familjes edhe nga ana e karrierës time, e cila dita ditës po vjen dhe shtohet me risi të reja. Punoj, si që thash, për 9 vitesh në Universitetin Nën Tereza në Shkup, jam profesoresh docente, dhe puna me studentat pastaj është tjetër satisfaksion që mu më plotëson jashtëzakonisht shumë. Dhe mua më vjen shumë mirë në fakt që keni ecur, keni sakrifikuar të dy, ndoshta gjërat tuaja si të ri, por besoj që ja ka vletër, sepse finali është kaq e bukur. E shesa gjërat bukura kishim për të ndarë me shikuesit. Ne kemi arritur fare në fund, por kam edhe një pyetje të fundit. Në shenjë mirënjohje, çfarë do t'i thonit njëri tjetrit sot? Nga krejt kjo që u tha deri tani. Po duke e parë në sy. Po e the shumë bukur, mirënjohje. Mirënjohje. Respekt dhe mirënjohje. Thjesht të dua zemër dhe do të dua gjithmonë. Genci thot ma shumë fjalë të mira dije. Vërtet, o sa e bukur, në momenti më i bukur ky në fakt. Edhe më vjen shumë mirë që e ndat me ne. Vërtet, kështë e kohë që s'jam ndjerë kështu në televizion, realisht kam marrë pjesë dhe kam qenë pjesë e televizioneve dhe do vazhdoj të dua, pse jo, të gjej prap një punë të dytë të rregullt me televizion. Dhe pse jo të të shohim sërish në ekran. Por sot jam ndjerë sikur në jetë. Duke të falenderuar me shumë mirënjohje për ty. Shumë falenderit. Do t'jepja edhe ti një mesazh kështu direkt në kuptimin vazhdo me këtë buzëqeshjen tënde të transmetosh për këtë publik
që mezi të presin, realisht. Unë isha shumë e bindur në fakt kur e nisa këtë projekt që publiku kërkon vërtetësi, dhe unë mendoj që ja dëshmova edhe vetes, po besoj edhe kolegëve të mi që ajo që e kërkoja unë rezultoi tamam ashtu siç duhej, sepse vërtetësia është diçka e rrallë në këtë kohë që po jetojmë, sidomos në këtë kaos të mediumeve ku shohim shumë pak vlera dhe më shumë antivlera, kështu që ky është dhe qëllimi që unë ju kisha sot. Ishte nder dhe kënaqësi t'ju kem dhe të ndajmë historinë tuaj shumë të bukur dhe shumë të veçantë me shikuesit tanë. Faleminderit Flora për emocionet e bukura. Ishin surprizë për ne. U mundova të prek ato pikat kryesore të jetës tuaj, uroj t'ja kem arritur. Respekte gjithmonë, mirënjohje. Gjithashtu respekte dhe nga unë kriju. Shëndetin ta keni dhe çdo të mirë. Faleminderit. Të dashur miq, me kaq unë përmbyll këtë edicion të Prizma për sot. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, si gjithmonë edhe sot sigurisht falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia, ndërkaq unë ju le takim nesër me kolegen time Ilmien. Deri atëherë qofshim me shëndet dhe mirëmbëjtje.